Këshilli i prokurorëve publik një zëri refuzoi ankesën e Lençe Ristoskës dhe nuk vlerësoi se pavarësia e saj ishte cënuar nga kryeministri Hristijan Mickoski, i cili edhe pse nuk e përmendi emrin e saj, në një intervistë përdori termin mediokrit, në një kontekst klientelistiko-politik. Sipas komisionit 3 antar që shqyrtoi rastin, termat e përdorura nga Mickoski mund të vlerësoheshin si kritika ose vlerësime, por nuk përbënin shkelje të integritetit profesional të prokurores. Në deklaratat në fjalë, kryeministri nuk identifikoi në asnjë mënyrë asnjë prokuror konkret dhe këto deklarata nuk lidhen me raste të veçanta, prandaj nuk mund të konstatohet një ndikim real mbi pavarësinë e prokurorit apo integritetin e tij profesional. Kryetari i Këshillit Bashkim Besimi, duke arsyetuar vendimin, tha se fakti që ai nuk e përmendi me emër nuk mund të konsiderohet se e ka ofenduar atë. Fakti që kolegja Lençe në proces verbal kishte qëndrime jo konkrete, do të thotë që kishte qëndrime për arsye që nga fillimi i speciales deri tani, për këtë arsye ne vlerësuam se në këtë rast nuk është e cënuar prokuroria dhe për këtë vendosëm kështu. Ne vlerësuam për arsye që në këtë rast konkret kryeministri kur nuk e tha emrin e Lençes në proces verbal dhe për këtë arsye vlerësuam se nuk ka shkelje. Edhe pse sipas rregullores në raste të tilla kur ka paqartësi, Këshilli ka detyrën të kërkojë qëndrimin e kryeministrit. Besimi tha se nuk ka pasur nevojë për një gjë të tillë. Sipas rregullores, kur jemi në dilemë si Këshill kërkojmë qëndrimin e personit konkret në rast konkret, por nuk kemi pasur nevojë për këtë, pra kjo është e sqaruar në rregullore. Ristoska edhe para se të dorëzonte ankesën tha se ndihej në presion dhe ofenduar dhe i dërgoi kryeministrit Mickoski kërkesë për falje publike, por nuk e mori. Ajo si prokurore udhëheqë rastet Talir 1 dhe Talir 2 të ish speciales që lidhen me financime të paligjshme dhe pronën partijake të VMRO-DPMN-s.